Dashi. Sot, zemra juaj do të ndriçojë si një yll i ndritshëm në qiellin e natës. Është koha perfekte për të përqafuar dashurinë dhe për të shprehur ndjenjat me sinqeritet. Në punë, kreativiteti juaj do të vlerësohet dhe mund të bëheni frymëzim për të tjerët. Mos keni frikë të merrni vendime të guximshme, të cilat do të sjellin përfitime afatgjata. Financat do të kërkojnë kujdes, ndaj është mirë të planifikoni me kujdes shpenzimet. Energjia juaj pozitive do të tërheqë njerëz të mirë përreth jush. Kujdesuni për trupin dhe mendjen, ndoshta me një shëtitje në natyrë ose meditim. Mos harroni se sot është një ditë për të ndjekur zemrën dhe për të ndjerë fuqinë e brendshme që ju udhëzon drejt lumturisë. Demi. Në këtë ditë të ftohtë vjetori, zemra juaj kërkon ngrohtësi dhe harmoni. Emocionet mund të jenë pak të luhatshme, ndaj mbani qetësinë. Në punë, sfidat do t'ju sfidojnë për të treguar aftësitë tuaja më të mira. Mos keni frikë të merrni vendime të guximshme. Në fushën e financave, kujdesi dhe planifikimi i kujdesshëm do të japin frytet më të mira. Në dashuri, është një moment i shkëlqyer për të ripërtërir marrëdhëniet dhe për të shprehur ndjenjat thellësisht. Dëgjoni zemrën tuaj dhe mos i nënvlerësoni ndjenjat. Kjo është dita për të përqafuar të gjitha nuancat e jetës, për të ndjerë bukurinë që fshet çdo detaj. Mos e nënvlerësoni fuqinë e vogla gjërave që ju rrethojnë dhe mbani një buzëqeshje të lehtë në fytyrë. Binjakët. Dita e sotme sjell energji të reja që ndriçojnë rrugët tuaja. Në dashuri, hapeni zemrën dhe lëreni veten të udhëhiqeni nga ndjenjat e sinqerta. Një bisedë e hapur mund të forcojë lidhjen tuaj, duke sjellë qartësi dhe afërsi. Në punë, mundësi të reja shfaqen përpara jush. Merrni iniciativën dhe bëhuni pjesë të projekteve që ju sfidojnë. Në anën financiare, mbani një sy të kujdesshëm ndaj detajeve të vogla që mund të ndikojnë në buxhetin tuaj. Me pak planifikim, mund të shmangni shpenzimet e panevojshme. Përkushtojini kohë relaksimit dhe meditimit duke lejuar mendimet tuaja të qetësohen. Kujdesuni për veten, dëgjoni trupin tuaj dhe mos harroni të gjeni kënaqësi në gjërat e vogla. Shijoni ditën. Daforia. Dita e sotme sjell një ndjenjë të ngrohtë në zemrën tënde, duke të frymëzuar të ndash dashurinë me ata që i ke pranë. Nëse je i përkushtuar në një marrëdhënie, është koha ideale për të planifikuar diçka të veçantë së bashku. Në punë, krijimtaria jote do të shkëlqejë dhe do të të ndihmojë të gjesh zgjidhje të reja për sfidat e përditshme. Kur bëhet fjalë për financat, është e rëndësishme të mbash një sy të kujdesshëm mbi shpenzimin. Zgjedhjet e arsyeshme do të sjellin qetësi në këtë fushë. Ndjehesh i qetë dhe i gatshëm për të marrë vendime të rëndësishme. Mos harro të kujdesesh për veten, duke i dhënë kohë për reflektim dhe relaksim. Dita do të sjellë mirësi dhe harmoni. Luani. Dita e sotme sjell një ndjenjë të fortë optimizmi që shkëlqen si dielli pas një stuhie. Në aspektin e dashurisë, ky është momenti për të shprehur ndjenjat tuaja me zemër të hapur. Një surprizë e bukur mund të jetë në horizont, duke ndriçuar marrëdhëniet tuaja. Në punë, përkushtimi dhe kreativiteti juaj do të vlerësohen. Një projekt i ri mund të kërkojë vëmendjen tuaj, prandaj qëndroni të fokusuara dhe plot energji. Financat mund të kërkojnë pak kujdes. Shmangni shpenzimet e tepërta dhe mendoni për një planifikim më të mirë buxheti. Energjia juaj e brendshme është në rritje. Ndaj, përdoreni këtë moment për të reflektuar dhe për të mbushur shpirtin me harmoni dhe paqe. Shijoni çdo çast që universi ju dhuron sot. Virgjëresha. Dita e sotme ofron një energji të re dhe freskuese, duke të inkurajuar të ndryshosh perspektivën. Në dashuri, përpiqu të jesh më i hapur ndaj partnerit dhe dëgjoje me kujdes. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë harmoni dhe mirëkuptim të ri. Në fushën e punës, kreativiteti do të jetë aleati më i mirë. Mos ki frikë të propozosh ide të reja, ato mund të sjellin përparim të dukshëm. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme, shmang shpenzimet e panevojshme dhe fokusohu në kursimet për të ardhmen. Emocionalisht, dita e sotme kërkon qëndrim të qetë dhe reflektim. Marrja e pak kohe për veten do të ndihmojë të shkrish tensionet dhe të rigjesh balancën e brendshme. Optimizmi është qelësi për të përballuar çdo sfidë. Peshorja. Më 8 dhjetor, shpirti juaj kërkon harmoni dhe qetësi, duke ju udhëhequr drejt një dite të mbushur me reflektim të thellë. Në dashuri, është koha të hapeni emocionalisht dhe të ndani ndjesitë e fshehura me partnerin. Kjo do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të sjellë një valë të re afërsie. Në punë, qetësia juaj e natyrshme ju ndihmon të zgjidhni situata komplekse me maturi. Mos u ndalni para sfidave, por lejoni që kreativiteti të ndriçojë rrugën tuaj. Kujdes me financat është dita e duhur për të bërë plane afatgjata dhe për të shmangur shpenzimet impulsive.
Ndjesitë e përgjithshme janë optimiste dhe të ngrohta, duke ju shtuar energji për të përballuar çdo situatë me elegancë dhe maturi. Akrepi. Koha është si një lumë që të çon drejt horizonteve të reja. Sot, energjia e përqendruar do të të ndihmojë të përmbushësh synimet e tua profesionale. Mos harro të marrësh një moment për të reflektuar mbi vendimet që ke marrë deri tani. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë qartësi dhe do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndezë flakën e një romance të re. Pavarësisht shpenzimeve që mund të shfaqen, financat do të mbeten të qëndrueshme, por shmang rreziqet e panevojshme. Jepi vetes kohë për të shijuar aventurat e vogla të ditës, pasi ato do t'i japin ngjyrë shpirtit tënd. Zemra jote kërkon harmoni dhe sot është dita e duhur për ta ushqyer atë. Shigjetari. Ditën e sotme, energjia jote është në harmoni me universin. Në dashuri, do të ndihesh më i hapur dhe i gatshëm për të ndarë ndjenjat me partnerin, duke krijuar një lidhje më të thellë emocionale. Për beqarët, mund të jetë dita e takimit me diçka që do të zgjojë interesin tuaj. Në punë, kreativiteti do të jetë arma juaj e fshehtë, mos hezitoni ta përdorni për të zgjidhur sfidat që ju dalin përpara. Kujdesuni për financat duke shmangur shpenzimet e panevojshme dhe duke fokusuar energjinë me planifikim afatgjall. Ndjenjat e brendshme do të jenë të qeta, por mos harroni të gjeni kohë për veten, ndërsa meditoni ose shijoni një shëtitje në natyrë. Harmonia dhe qetësia do t'ju udhëheqin. Britsjapi. Sot është një ditë e veçantë për të reflektuar mbi synimet tuaja. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të forcuar lidhjen me partnerin. Merrni kohë për biseda të ndjera dhe për të ndarë mendimet tuaja më të thella. Në punë, përqendrohuni te projektet që kërkojnë përkushtim të vazhdueshëm. Mos lejoni që presionet e jashtme t'ju shpërqendrojnë nga qëllimet tuaja afatgjata. Financat mund të kërkojnë një rishikim të kujdesshëm, ndoshta është koha për të planifikuar me më shumë maturi. Energjia juaj mendore është e lartë, kështu që shfrytëzoni këtë moment për të bërë plane të reja. Ndiqni intuitën tuaj dhe lini që ajo t'ju udhëheq drejt vendimeve të drejta. Kujdesuni për veten dhe gjeni momente paqeje. Ujori. Energjia e kësaj dite do të ndriçojë horizonte të reja për ty, një ndjesi e thellë paqeje dhe kënaqësie do të mbështjellë, ndërsa sheh me optimizëm drejt planeve të reja. Në punë, motivimi do të jetë çelësiyt, mos hezito të marrësh iniciativa që të çojnë drejt suksesit. Ndërsa financat kërkojnë pak vëmendje, shmang shpenzimet impulsive për të ruajtur balancën. Në çështje të zemrës, përkushtohu ndaj partnerit me sinqeritet dhe hapësirë për biseda të thella. Sot, një bisedë me një mik të vjetër mund të ndezë nostalgji dhe të sjellë një kuptim të ri. Merr kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë do të çlirojë mendjen nga streset e ditës. Kjo ditë kërkon përqafimin e momenteve të thjeshta. Peshqit. Dita e sotme premton qetësi dhe reflektim të thellë. Zemra juaj rreh me ritme të ngrohta, duke ju ftuar të ndani dashuri dhe mirëkuptim me ata që i doni. Në sektorin profesional jeni duke ecur drejt qëllimeve me përkushtim të palodhur, por kujdesuni të mos e teproni. Merrni pak kohë për të qetësuar dhe për të shijuar frytet e punës tuaj. Në financa është koha e duhur për një rishikim të shpenzimeve dhe buxhetit. Kjo do t'ju ndihmojë të shmangni surprizat e padëshiruara në të ardhmen. Ndjesitë e brendshme janë po aq të rëndësishme sa edhe realitetet konkrete. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojnë të harmonizoni mendjen dhe shpirtin. Besoni në intuitën tuaj, ajo nuk ju zhgënjen kurrë.